katrori. Figurë gjeometrike me brinjë të barabarta, kënde të drejta, 90 gradë, diagonalet përgjysmojnë njëra tjetrën, çdo diagonale ndan katrorin në dy pjesë të barabarta, diagonalet janë boshte simetrie për katrorin, katrori ka brinjë 2 nga 2 paralele, por të gjitha të barabarta me njëra tjetrën, gjithashtu katrori ka 4 boshte simetrie. 2 boshtet e tjera të simetrisë kalojnë nga meset e brinjëve të katrorit. Nëse kjo është 4, atëherë kalojnë nga 2, edhe këtu 2 bëni 2 pika dhe pastaj hiqni boshtin e simetrisë. Po ashtu veprojmë edhe nga 2 brinjët e tjera, gjejmë gjysmën për të ndërtuar diagonalen tjetër. Për të gjetur perimetrin, çfarë është shuma e gjatësive të brinjëve, pra P është e barabartë me 4 herë A. Një shembull i thjeshtë, gjej perimetrin kur gjatësia e brinjëve është 3 cm, atëherë P është e barabartë me 4 herë 3 12 cm. Pra është një gjatësia perimetri i katrorit. Vazhdoj me syprinën. Syprina është çdo gjë që zë figura në plan. Nëse gjatësia e brinjës është 7, atëherë S është e barabartë me A herë A. Një shembull i thjeshtë, nëse gjatësia e brinjës është 3 cm, atëherë syprina e katrorit është A herë A, pra 3 cm e 3 cm, pra 9 cm në katror. Në praktik, vizatoni katror me gjatësi brinje 5 cm. Gjeni perimetrin dhe syprinën e tij. Vizatoni një mozaik të vogël, të ngjashëm me këtë që unë kam bërë këtu, duke